ke marrë pjesë në më shumë se 200 festivale me filma tu, ke fituar mbi 30 çmime, po duat ndalim tek filmi Kthimi. Është i pari nga Kosova që u pranua në një festival që ishte ëndër deri atëherë, i paarritshëm ndoshta, në Sundance Festival. Si ishte për ty kjo eksperiencë? Ta ndryshoi orientimin dhe t'i hapi dyert ky festival? Kjo, kur ndodhi, do me thonë, filmi Kthimi, unë vërse kisha fillu një karierë me filma, kishin marrë pjesë në për festivale, por asnjëherë në një festival kaq të madh si Sundance. Edhe në një farë forme kam qenë, kur e kam punu Kthimin, kam qenë në një periudhë tjetës që nuk kisha më as pak shpresa, se deri atëherë punoja me shpresën që do ta kap një festival të madh. Mirë, po të Kthimi nuk e kisha më heqat dëshirat synim as kur gjo, veç të bëj diçka. Hajde, se u dëshprova në një farë forme, mu duk që punova gjatë në filma edhe nuk e arrita, nuk po vjen suksesi që e dëshirojsha. Ishtë sukses, po unë kisha qef diçka ma shumë. Ishe gati të pajtoheshe se është vërtet larga jo botë? Plotësisht kam qenë e pajtume me atë botë largët, edhe as nuk e kam synu, as nuk e kam dasht, edhe kam fillu punë që i bëjsha ma vonë, kur as mos me apliku në për festivalet më dha. Këtu ja kam përbërgjë një falenderim shumë të madhë producentit filmit Blerim Gjocit, i cili ka vendosë me qu filmin Festival Sundance. Unë i thosha, mos e qo, mos shpenzo, mos hup kohë, do me thonë, unë lë bëjsha për mos me shku, as mos me apliku, po aj nuk më vete edhe aplikoj. Ky sukses nuk kish ndodhë, po të mos kish qenë edhe ky hapi i fundit që e ka ndërmarrë, do me thonë, producenti i filmit për me dërgu filmin atë festival. Pastaj ka qenë veç një anër, do me thonë. Edhe filmi emrin e ka Kthimi. Ndodhi kthesa? Ndodhi kthesa. Ka qenë diçka që, do me thonë, për ka puna artistike, ajo që ka kom kuptu, është se shumë shpesh njeri ju dhëtë me shku pikrisht aty ku nuk njihet fare rehat, sepse që aty tani punon, ndoshta ma me kujdes, edhe i gjenë format e shprehjes ma të mira e ma interesante, dhe është bëhet ma mirë edhe për shikusin edhe për vetë produktin, filmin, apo qka do që tjetë ajo. Kur ka qenë puna e Kthimit, për shembull, skenari ka qenë për gratë të dhunume gjatë luftës, edhe unë e kam pas një jotë madhe, i kom thonë vetit, unë kur nuk bëj film për dhunime, se mu ka duk që krejt filma që i kom pa, që e kanë trajtu këtë tem, mu kanë duk keq, s'po di si me thonë, nuk mu kanë flejt shumë mirë. Paralizuar. Kom dasht kur mës me bo diçka për këtë sen, po i erdhë momenti që u përbala dhe hyna në që ato edhe mandej u bo filmi edhe jo që u bo, po u bo për një sukses shumë të mirë, për Kosovën, për historinë tonë, për gjithë shka, edhe do me thonë më kam mësu që aty ku kam, si me thonë, frikë mas shumëti, bon me shku, sepse që aty gjenë diçka ma speciale, me thonë, se sa në ato vendet ku shkon shlirë.